Ne kemi 2 vjetë, që kur mbaruar zgjedhjet e 14 maj 2023, nuk pritëm fare, po direkt mbas zgjedhjeve bëm asamble, bëm disa ndryshime në drejtues politik, filluam punën për rienergjizimin e Partisë Socialiste, punuam për të ndryshuar gjithë forumet e Partisë Socialiste dhe sot kur vim në garën e 2025-s, ndjesia që Partia Socialiste është partia që përfaqëson frymën edhe element të ri të kësaj shoqërie, nuk është se është vetëm të lista e deputetëve, është e Kongresi i Partisë Socialiste që është 90% me delegat të ri, është në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste që gjithë pjesa zgjedhur nga Kongresi janë të rinj, 100% janë të rinj, nuk ka asnjë drejtor, asnjë titullar në atë pjesë zgjedhur. Kur vim tani te lista, ku gara është e tillë, pra formacionet duhet ndërtohen në 2 pjesë, pra në pjesën e listave të sigurta, pra ata elementë që duan të kenë një mbrojtje nga sistemi dhe ata që duhet mbledhin vota. Partia Socialiste nuk e ka fare, domethënë më të voglin vështirësi, që thotë që në këtë pjesë të fushatës ne do zgjedhim frymën e re të qytetit, do zgjedhim element të rinj, do ndryshojmë tërësisht pjesën e madhe të kandidatëve që kemi për ekipin ton të zgjedhjet 11 majit, ndërkohë që të gjithë elementët e fortë të Partisë Socialiste, përveç drejtuesve politik, do të jenë në garë si deputet në lista të hapura, për të mbledhur vota, pasi janë njerëz që kanë qëndruar më pranë elektoratit, njohin më mirë elektoratin, mbledhin vota nga elektorati, dhe për gjitha këto nuk kemi asnjë vështirësi për ta thënë, sepse gjatë gjithë kësaj kohe jemi marrë me rinovimin dhe rifreskimin e formumet të Partisë Socialiste. Ndërkohë që ju thatë merremi gjithkohë me fushat, nuk është se kemi ne ndaluar një moment që s'kemi bërë aktivitet që ka të bëjë me fushatën, qoftë me fushatën në tokë, qoftë me fushatën në terren, qoftë me fushatën në diasporë, fushatën me votën që do vi nga emigrantët tanë kudo që ata ndodhen. Prandaj them që në krahasim me kundërshtarët tanë, ne se kemi fare këtë le të themi vështirësinë për të kaluar në këtë etapë 3. Jo, duket për të transformuar. Duket sikur fle, po në fakt unë e di këtë gjë. Duket sikur fle dhe bëf, duket si një gëzim i madh tani ndaj ta thash. Ta thash në mënyrë figurative. Jo, po, që tani se këtë e kemi bërë disa herë, edhe këtu tek ju e kam bërë këtë si tezë, edhe politika është profesion, pra kërkon orët e saj të punës dhe në qoftë se nuk merresh fare me punën në terren, në qoftë se s'merresh fare me politikën në terren, në qoftë se s'merresh fare me ristrukturimin. Dhe kujtohesh kur vjen dita e fushatës, të vësh atë hopin cilësor, është e pamundur të realizosh. Prandaj edhe kur vjen fushata, ne jemi një makineri realisht e mirë strukturuar që futet fushat edhe fiton thellë. Edhe kam bindjen që nuk e di çka ka thënë zoti Noka si përfaqësues, jo vetëm një parti demokratike, është mbyllur, kemi fituar sa, edhe për shkak të ndryshimeve në Amerikë. Herën e fundit që Partia Demokratike ka realisht ti je një i rëndësishëm i partisë, jo se jo ka qenë mbani më 21 pra zgjedhjen 2021, 27 prill që ishim në 2021, kur ata ishin mbyllur kutit, dolën në shesh dhe thanë fituam, hapën shampanjën, fituam, kur filluan numërimi, pastaj panë që kishin numër, dhe kishin numër më thellë se sa në 2017. E njëjta gjë mund të jetë deri në datën 11 maj, në 12 do ta shikojmë që ne do kemi fituar më thellë. Edhe i gënjur pak në atë moment që dolën ata futën një gazetar të njohur. Nuk e di tani se si u gënjen. Po nëse ata gënjen nga një gazetar, atëherë nuk e meritojnë të vinë pushtet. Nëse gënjen prapë ai gjen në PSA, po humbin ata tha. Po nuk e di këtë tani, nuk. Ju e krijoni këtë ndjesë. Po ata odhën valle. Po si u gënjën ata? Odhën valle mbi tavolinë. Po Luli me këta u odhën valle. Fitoria është brenda kuti, kur hapën kutit doli humbja. Ju e futët atë, çfarë? Pra, realisht është një garë pa Jo, pra jo, kjo nuk duhet. Njerëz është pa përgatitur. Nuk e kemi berë, nuk e kemi futur. Nuk jemi te kjo pyetje. Pra, jemi në një garë të njerëzish që punojnë, njerëzish që stërviten, njerëzish që përgatiten, njerëzish që ndryshojnë, njerëz që sjellin njerëz të ri, përballë me një ekip e cili është komplet një gjë e vjetër, pa ide, pa iniciative dhe edhe këtë që ka kjo formule re, pra që disa duhet jenë të mbrojtur, disa duhet garojnë për të prodhuar vota, e përdorin mbrapsh, pra mbrojnë veten e tyre dhe lënë bosh terrenin.
Kështu e bëndë në 2021. Në 2021, Partia Socialiste, të gjithë drejtues të saj politik, i vurin limit. Unë isha i 5 në Berat, Edi Rama ishe i 8 në Vlorë, Niko Beleshi ishe i 6 në Kort, Taulan Balla ishe i 9 në Ore gjëja me mirë kini berë, kini marë maksimalizuar votën. Pra, maksimalizon votën dhe pa dyshim, ne jemi profesionistë, më bukur se kjo nuk ka. Dhe kjo garë... Dhe ndalim me një pikë që ma kalove ti pak mua. Kjo Amerikanë... Tani, Edi Rama spjegoj, Amerikanë nuk dhejnë për jetë tani. Po jo, po të ta jepë. Kini pak frikë nga Amerika, fare ju tani që ka ardhur Amerika dhe ka ardhur... Po, pse duhet kemi frikë nga Amerika? Po, thonë do të marrin Edi Ramën në... Po, thonë, po tani, që a thotë Sali Berisha, ti tani, në këtë, në të 5, ne, ti duhet jesh vetëm njeri që nuk duhet ta bësh këtë pyetje, se e ke dëgjuar i pari Sali Berishën se çka ka thënë që në vitet 90. Dhe i thot pa teklif, nuk është se e mban gojën që të ketë një përgjegjësi për atë që ka thënë. Çfarë thot sot nuk e thot nesër, çfarë thot mëngjes nuk e thot në darkë. Dhe ti je njeriu që e ke dëgjuar këto gjëra 34 vjet këtu në të 5 i dim, po ti di më shumë nga ne. Qartë. Mos më thuaj mëngjes se e kuptova. Tani. Por Edi Rama pak a shumë shpjegoi që partia do të marrë se më ike pak këtu një transfuzion të fuqishëm gjaku me trinj. Tani kush janë këta trinj se disa që dolën në Zoti Klosi, në televizion e pak lavdërojnë Edi Rama më keq se lavdërimet që i bën shokut e në verë. Unë u tremba shumë kur i pashë. Tani... E votëre ju, e keni përre? Thash, edhe kjo eksperienca në të folur në... Nga ta u emrua direkt, sa po tha që Edi Rama është djelë jënë, u emrua. Tani, edhe eksperienca në mesazh, edhe ajo, do dhënë, problematika para kamerave, edhe ndjesitë e të qenit të ri në garat politike, padyshim krijoi një profil i cili mund të komentohet më gjatë se sa profili jon, i neve që kemi fare eksperiencë, që nuk bëjmë, le themi, fjalë më tepër se ajo që pret ekrani. Kështu që do të ndërprezentoj se jemi bërë me fjalë që ne pas kemi sinkron të Ramës për këta gjakun e ri. Shumë mirë. Paraqite me një herë sinkronin. Asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Sepse parimisht luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga Partia Socialiste të parë. Patjetër që në listën e hapur do të ketë dhe plot të rinj, dhe plot të reja. Kush është në listën e hapur do të jetë një garë shumë të barabartë. Ndërkohë që vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht se mund të mos janë fare në listë. Nuk e qenë deputet i gjithë për detyrën që kam. Të gjitha deputetet që kanë qoftë një mandat do të jenë në fushë. Mund të jetë një diskutim çka kanë dhënë këta të rinj ose të reja që të jenë në listën e mbyllur. Unë mendoj që pikërisht pse këta janë më të rinj dhe më të reja, për t'i bërë një transfuzion të fuqishëm gjaku Partisë Socialiste dhe për t'a bërë partinë më të vjetër dhe më të re në Shqipëri, duhet të jenë aty. Ndërkohë që të tjerët, pikërisht pse kanë qenë aty, duhet të jenë në fushë, për të marrë sa më shumë vota për Partinë Socialiste. Pra nuk e kuptoj se ku është, do në pikpyetja me atë që ka thënë Edi Rama, është qartë që partia është një mekanizëm i cili kërkon gjithmonë të ketë element të rinj. Edhe kjo nuk është se është hera parë, gjithmonë partit e thonë këtë, gjithmonë partit përpiqen që në momentet caktuara të rekrutojnë apo të fusin nga forumet më të larta deri në forumet e çdo niveli të rinj, po mënyra se si e bëjnë këtë dhe sa real janë në bërjen e kësaj praktike ose kësaj le të themi lëvizje, kjo i diferencion dhe kjo ndryshon dhe të vota. Pra po të shikosh koalicionin e partive të djatha, cilat paraqitet si një risi, janë të gjithë element, asnjë element i ri, të gjithë element të stërprovuar në politik, nuk sjellin asnjë gjë të re, ndërkohë që tek Partia Socialiste qartësi kuptohet që element e ri, duke u alternuar edhe me ata cilët kanë më eksperiencë, kanë më shumë përvojë, kanë më shumë traditë, krijojnë ekipe që gjithmonë ndryshojnë dhe këtë Partia Socialiste ka bërë gjithmonë. Është fakt që ky ka qenë, domethënë,
një nga aspektet më të rëndësishëm Partisë Socialiste dhe një nga ato arsyet pse ne jemi më të fortë, është që tek ne gjeneratat mirë alternohen me njëra tjetrën. Pra, në Partinë Socialiste dhe në grupin parlamentar sot, edhe në forumin më të larta, ke që nga themelusët, ka që kanë qenë nga ata, që nga kongresi i parë, që nga parlamenti i parë socialist, ose demokratik në 90-ës, deri tek ata cilët mbase s'kan lindur kur erdhi demokracia në Shqipëri. Edhe, pra, të gjithë Partia Socialiste ja ka dalë që këto gjeneratat të viteve, gjeneratës 91, gjeneratës 97, gjeneratët 2003, 2001, 2002 që ndryshuar, gjeneratët 2005, gjenerata e 2013, gjeneratat e reja, alternohen dhe ato e gjejnë vetën si mbas vlerave, votat që japin edhe se në politik është profesioni është i tillë që nëse s'merr votat e forume, votat e njerëzve, nuk je më del në profesionin tënd vjetër, po si je më politikan.